Shoqata e avokatëve penalistë të Shqipërisë do udhëhiqet nga Joana Qeleshi. Avokatja e njohur dhe profesioniste e spikatur në çështje të rëndësishme në fushën e jurisprudencës, mori besimin e antarësisë për të qenë zëri i tyre dhe për t'i përfaqësuar ato. Sapo ngjiti podiumin dhe mori fjalën si kryetare e re e shoqatës, Qeleshi kritikoi draftin e kodit të ri penal, të cilën e përshkroi si represiv dhe të pakuptueshëm. Kodi penal, i cili në fakt nuk është i vetmja problematikë që duhet diskutohet sot, ka marrë një rëndësi të veçantë jo vetëm si një nga ligjet kryesore dhe të rëndësishme, por për faktin se ligjet bëhen për qytetarët dhe pastaj për profesionistët. Dhe të marrësh të lexosh një kod, të cilin ke vështirësi ta lexosh në gjuhën shqipe dhe ke vështirësi të numërosh nenet e tij, do të thotë që do duhet që të bëhet një punë shumë e madhe për qytetarin që të kuptojë se çfarë nga sjelljet e tij është problem kur del nga shtëpia. Joana Qeleshi zëvendësoi në këtë detyrë Saimir Vishaj, i cili ka drejtuar shoqatën që prej krijimit të saj. Ju faleminderit edhe një herë. Nuk di çfarë të them, jam emocionuar pas 16 vitesh në drejtimin e kësaj shoqate. Sot erdhi dita të cilën të jap dorëheqjen duke e lënë stafetën ata që ju do të zgjidhni sot. Faleminderit. Dorëheqja e Vishës u përcot me duar tërkitje nga kolegët. Në të njëjtën mënyrë, u mirëpritet e kryetare e re e shoqatës, e cila aktualisht ushtron profesionin e avokates, ndërsa më herët ka qenë kryetare e gjykatës së Durrësit.